Shëndetje, mirë se erdhët përsëri në Erkalan Tutorial. Atëherë, sot jemi këtu për të shpjeguar një diçka më të rëndësishme se sa gjërat e tjera. Deri tani jemi marrë me instrumente, domethënë e Photoshop. Dhe mendoj se pak a shumë jemi kuptuar se si punojnë instrumentet kryesorë. Atëherë, sot do të maskat. Maskat janë objektet ose më sakt projektet që përdorin fotografët për të bërë punën e tyre më shpejt dhe gjatë viteve duke i bërë me më shumë cilësi ato gjëra. Atëherë le të shohim një shembull mask. Vini re, këtu kemi një foto me, domethënë, që nuk është normale, por është modifikuar dhe domethënë siç e shikoni poshtë ka një shkrim lovers. Këtu është dhe firma. Për arsye privacy nuk mund t'ju tregoj fytyrat, kështu që i kam prishur unë ato. Me anë të instrumentit, vini re, me anë të instrumentit sfumino. Domethënë që mund t'i prishim fytyrat. Domethënë i sfumojmë ato. Le të vazhdojmë me se si mund, çfarë ka të veçantë këtu. Të veçantë ka që ne mund të heqim këtë foto dhe të vendosim një foto tjetër pa problem. Dhe ju kujtoj që ky është një format PSD, domethënë format Photoshopi, që ne mund ta përdorim sa herë të duam duke ndryruar shumë më shumë foto të ndryshme. Atëherë le të shohim se si mund të bëhet kjo gjë. Ulim këtë, atëherë bëjmë file, new, e bëjmë 800 me 600 ose 600 me 450. Ok, vini re është 100%. Atëherë i japim ngjyrën e zezë. Mendoj se këto gjëra i kemi mësuar sepse nuk ka rëndësi ose duhet të zgjidhni tutorialet e tjera. Vini re, bëjmë një kuadrat me anë të selektimit katror. Ok, i japim ngjyrën e bardhë. Ok, pra marrim përsëri mjetin e selektimit katror. Unë po punoj pak me nxitim, kështu që sepse nuk e di përse YouTube-i nuk mban foto më shumë se 10 minuta, dhe për mos ta bërë në dy pjesë bëjmë pak me nxitim. Atëherë i japim përsëri ngjyrën e zezë. Vini re që kur bëra selektimin katror, lash një vit të bardhë anës. Ok, vini re që vija e bardhë bë. Unë po e bëj pak shpejt e shpejt, por ju duhet, sipas me, duhet të nxitoni pak më shumë se unë. Ok, atëherë le të shkojmë përsëri me anë të selektimit. Ok, një kuadrat tjetër për të lënë një shiri të zi përsëri, ose mund të lini ngjyrat që dëshironi, nuk ka. Ok, atëherë me kaq u bë. Vëm shkrimin lovers. Unë po shkruaj Erkalan. Ok, selektimi ngjyrës. Ok, ju kujtoj që Erkalan si gjithmonë është website im personal. Ok, atëherë tani vini re se çfarë u bë. U ndryshua çdo gjë. Domethënë ne mund të vendosim një foto sa herë që ne të dëshirojmë. Atëherë marrim atë foto që kishte te foto tjetër dhe e vendosim në këtu. Zmadhojmë. Ok, shkojmë tek level, arrange, në qoftë se është në anglisht arrange, range, një diçka e tillë, domethënë mos më mundoni kod në anglisht, ordina në italisht dhe drejton dhe rregullon në shqip. Atëherë, ordina porta sotto.
vini re që kaloj mbrapa. Okej? Atë një diçka tjetër që nuk e mbaj mend nëse e kam shpjeguar apo jo, është transformimi i lirë. Modifika, edit, free transform ose transformacione libera nëse e keni kompjuterin anglisht. Kujdes zinxhirin. Okej. Vini re. Okej. E pat shumë e thjeshtë, domethënë. Tani ne mund të lëvizim këtë foto si të duam që për ta rregulluar çik më mirë nëse na pëlqen si të na pëlqejë domethënë. Atëherë, por kujdes, gjëja e veçantë është sepse neve mund të bëjmë file, salva con nome, dhe në qoftë se ne dëshirojmë që, domethënë në qoftë se dëshirojmë, vëreni mirë këtë gjë, që fotoa që është në këtë moment të hiqet një të nesërme dhe të vendoset një tjetër, atëherë këtë format, këtë file më saktë që bëm, këtë projekt, domethënë kuadratet, budalliqet e tjera, duhet të shpëtojmë në formatin Photoshop, vini re Photoshop PSD PDD. Okej, i vini emrin që dëshironi, unë e lë pa titull. Okej. 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 Ndërsa, në qoftë se dëshironi këtë, atëherë ne projektin me shpëtuam çdo gjë në rregull, ndërsa në qoftë se ne dëshirojmë të një sekond. Okej, no. Në qoftë se dëshirojmë të bëjmë fotografi, domethënë që të vëmë foton dhe më pas të bëjmë ta bëjmë në JPEG, domethënë për ta stampuar, atë shkojmë tek projekti që bëm, e hapim atë projekt, vini re, atëherë unë këtë foto nuk më pëlqen më. Okej, e heq. Pas një problem, vëm një foto tjetër. Okej. E vutër e sa e thjesht ishte. Ky është një nga maskat më të thjeshta që ne bëm. Më vonë do t'ju shpjegojmë se si do të përdoren format, efektet, edhe shumë gjëra tjera, sepse kjo është vetëm fillimi i maskave. Këtu në Erkaland dhe si gjithmonë ju kujtoj që këto video tutorial mund t'i gjeni në www.erkaland.tk ose thjesht duke klikuar Erkaland në çdo motor kërkimi që ju përdorni pa problem, Google, Yahoo e shumë tjerë domethënë. Atëherë, çfarë doja të thoja tjetër? Pas kësaj, në qoftë ne vum atë foto që dëshiruam, shkojmë file, salva, save, as, kujdes, në qoftë se jeni save, atëherë do të thënë që ky do të shpëtojë në formatin PSD, por në qoftë se shkoni tek save as ose salva con nome, do të thënë shpëtojën me emër, atëherë ne mund të zgjejmë formatin për stampim, domethënë ne këtë foto duam ta stampojmë. Atëherë zgjedhim formatin më të mirë që është si gjithmonë JPEG, edhe japim shpëtimin e saj. Pas kësaj ne mund ta çojmë në çdo lloj stampimi, domethënë çdo lloj zyre stampimi dhe ta bëjmë atë pa problem. Okej. Atë vini re se për masat, gjërat i keni çdo gjë ju në dorë edhe nuk varen domethënë nga unë s'mund t'i shpjegoj më shumë. Atëherë dhe gjë mos vini re se si dolën këto, sepse unë e bëra pak shpejt, por ju kujdes duhet të keni ju duhet të përdorni si ta them vizoren edhe precizionin nga më të lartë, sepse nëse doni një punë të pastër, normale që duhet që kujdes dhe duhet të kaluar që kohë. Në fillim, po pastaj është shumë e thjesht për t'i përpunuar. Okej? Bashkë miru pafshim, shpresoj t'ju ketë pëlqyer ky video tutorial dhe do fillojmë pak me video tutorial më të vështirë se kaq. Bashkë miru pafshim.